Në 3 muajt e fundit të vitit 2025, Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari ka urdhëruar një valë inspektimesh për shërbimin notarial në mbar vendin. Konkretisht për periudhën shtator-dhjetor 2025, kur ai sapo kishte marrë detyrën, janë kryer 22 inspektime të plota ndaj noterëve, nisur edhe nga ankesa që kanë bërritur prej qytetarëve, por edhe nga raportime të ndryshme mediatike. Në përfundim të këtyre inspektimeve rezulton se ka patur 12 penalitete për fshirje dhe heqje të licencës. Ndaj 6 noterëve është lëshuar masa vërejtje me paralajmërim për heqje të licencës për ushtrimin e profesionit të noterit, ndërkohë për 2 noterë, shtetasin me inicialet FM dhe shtetasin me inicialet VL, të cilët e ushtronin aktivitetin në Tiranë dhe Laç, ju është hequr licenca, pasi edhe pse kishin mbushur moshën ligjore të daljes në pension, ata vjonin ende të ushtronin profesionin e noterit. Krahas masave disiplinore dhe heqjes së licencës, janë vendosur gjithashtu edhe disa gjoba me vlerë rreth 6 milion lekë të vjetra për shkelje të ndryshme. Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari edhe në nisje të vitit 2026 ka urdhëruar inspektime të tjera për shërbimin notarial. Rastet janë ende në proces dhe rezultatet pritet komunikohen në muajt e ardhshëm. Roli i Ministrisë së Drejtësisë si organ mbikëqyrës dhe kontrollues i sistemit notarial në vend konsiston në monitorimin nga pikpamja ligjore veprimtarisë së noterëve, në mënyrë që ai të jetë në koherencë me nevojat e shoqërisë dhe zhvillim të ekonomisë së lirë, si dhe në menaxhimin në mënyrë racionale e transparente të ushtrimit të një funksioni publik nga ana profesionistëve privat. Besueshmëria, transparenca dhe eficienca janë në themel të këtij profesioni, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Drejtësisë.